Kandidati për kryetar komune në Gosivar nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Limani sot ka prezantuar programin zgjedhor. Me këtë program ai kërkon mbështetje nga banorët e komunës së Gosivarit për të udhëhequr në 4 vjetët e ardhshme. Projekti i parë me të cilën jemi krenar dhe do ta prezantoj është ura e re mbi Vardar. Është kjo që shikoni në ekran, një vepër e vërtet urbane e dizajnuar me inxhinjeri bashkohore. Me siguri maksimale kjo urë e re do t'jap një pamje evropiane qytetit tonë. Paraprakisht me ekipin tim e kemi quajtur ura e harmonisë, për të theksuar edhe më shumë këtë virtyt të veçantë që e kanë banorët e Gosivarit. Dhënë Zotit e jemi të gjithë bashkë kur ju do të përuroni. Ndryshimi tjetër i nivelit të lartë është parkingu në qendër. Ja ku e keni edhe të. Do të kemi më shumë vende për të parkuar makinat dhe mbi gjitha do të kemi një shesh të gjelbruar pa makina. Si të gjithë projektet e tjera, edhe ky do të realizohet nga ekipet tona, por do të përurohet nga ju. Mezi pres që ta gëzojmë të gjithë. Krahas kësaj, Limani premtoi mbështetje edhe për të rinjt, ku tha se do të ndahen nga 60.000 denar për të rinjt që dëshirojnë të fillojnë biznes.